tjetër takim në çfarë nuk tregojnë femrat. Me të ftuarën e radhës, çfarë nuk tregon ajo? Në këtë botën a priori ka zgjedhur të jetë vetvetja. Meri Gjikaj, faleminderit që je me mua. Përshëndetje Viola, ju falenderoj shumë që jam pranë jush, jam në emisionin tuaj dhe urime për emisionin. Ndihem shumë mirë pranë jush dhe le të flasim çfarë nuk tregojnë femrat. Kemi për të folur sot, kemi për të njohur më shumë ty, edhe për mbar opinionin, por kemi edhe për të kuptuar këtë energjinë e mirë, pozitive, dinamike, të një përditshmërie që ti e ke në jetën tënde. Meri në pamje moshëre, edhe gjithçka shumë perfekt deri në këto momente. Por Meri ka për të treguar se Meri e përqafon dhe e ka planuar këto vitet e rinisë dhe të profesionit të saj ashtu siç i kanë ardhur. Raste dhe me sfida. Ka pasur sfida në këtë rrugtimin? Atëherë, siç e them pak parë për publikun që e gjerë që nuk na njohë, unë jam Meri Gjika, jam fizioterapeute, kam 8 vite që punoj në profesion dhe jam në një rrugtim tepër të gjatë dhe në një karrierë që jam duke ngjitur shkallë. Ka patur normale që të nisësh diçka është e lehtë, por të vazhdosh në këtë rrugë është e vështirë, sepse zor ta marr, më thënë lehtë ta marrësh, por zor ta mbash diçka. Historitë e mia kanë qenë një histori në vijim të ndryshme, sepse profesioni i parë të cilin kam mbaruar ka qenë infermieri dhe infermieri nuk e kam dashur, por ëndra ime ka qenë fizioterapia dhe aty ngulmoja për të vazhduar këtë ëndër, sepse gjithmonë kam dashur të jem në shërbim të njerëzve, kam dashur të jem në shërbim të popullit, duke udhëruar atë buzëqeshjen çdo ditë dhe atë dashurinë për mirëqenien e shëndetit, që është gjëja më e rëndësishme në këtë jetë. Çfarë nuk kuptojmë neve për të dyja këto profesione që ti ushtron dhe je kompetente, je me aftësi, me kompetenca të plota, misioni është i madh, sepse nuk po bën vetëm një punë që ti e do dhe e bën, por mbi të gjitha e ke marrë si mision, thua, të ndihmoj njerëzit, të ndihmoj qytetarët, me të gjitha ato mundësitë që janë, patjetër. Por çfarë nuk dim ne për këto profesionet? Janë të bukura, patjetër, por të vështira? Po, sigurisht, çdo profesion ka vërtetësitë e veta, çdo profesion ka atë rrugtimin e vet. Gjithashtu, nëse nuk do kishim vërtetësi, nuk do kishim betejë të fituar në këtë jetë. Brenda të nesh gjithmonë është një luftëtar i fortë që duhet të luftojmë çdo ditë për të ecur dhe për të vazhduar këtë ritëm. Ne atëherë, po flasim për dy profesione të cilat janë në fushën e mjekësisë. E përbashkët atyre benefiti është që është mjekësia dhe është në ndihmë të njerëzve. Por ka ndryshim, sepse si infermieria është që merr medikamentet. Por fizioterapia është një terapi manuale e cila ne e bëjmë nëpërmjet duarve tona, një terapi të cilën ne japim energji dhe marrim energji. Unë vetë personalisht ndjej shumë energjinë e njerëzve, sidomos kur bëj terapi dhe e kuptoj pak a shumë atë botën e tyre se çfarë ndjejnë ata kur janë aty dhe çfarë problemesh kanë thellë. Infermieria ka synim dhënimin e medikamenteve, fizioterapia ka synim teknikat manuale, që janë teknikat nëpërmjet duarve tona. Pra, në fund të destinacionit janë njerëzit. Në mënyra të ndryshme, por ti je aty për njerëzit. E duke qenë se ti je aty për njerëzit, ka emocione ajo mbyllja e studios në mbrëmje ose në një moment të caktuar të ditës? Sa ke marrë ti nga emocionet në 8 vite pune të cilën kam punuar si fizioterapiste, sa herë largem nga një klinikë që mbyll darkë, unë jam falënderuese dhe mirënjohëse çdo ditë sepse më thonë të japësh një ndihmë njerëzve dhe të ndihmosh njerëz është gjëja më e bukur që mund të bësh. Po të kush të ka ndihmuar Meri? Shtysa ime ratë parë ka qenë familja, gjithashtu më ka ndihmuar shumë dhe halla që profesor doktor në Universitetin Vitoria Sana, i falenderoj pafund, ajo ka qenë një shtysë shumë e madhe për mua, ka qenë në krahët e mia në çdo kohë dhe ka qenë e ka patur domethënë se një adhuruese dhe kam qenë gjithmonë duke ndjekur atë modelin e saj, ka qenë modeli im. Dhe familja gjithashtu, por që thellë fokusoj Pra mirënjohja ngelet të prapë të pragu i derës. Po, jemi brenda derës. Brenda derës, brenda familjes. Ka qenë e vështirë për ty të pozicionohesh ose të rregullohesh apo të gjesh vetveten? Është term i dur, të gjesh vetveten në profesion, në shoqëri. Unë kam një gjë që jam natyrë shumë e ciltër. I dua njerëzit ashtu siç e ndjej dhe ashtu ua them. Kam një natyrë që e ndjej në gjë njerëzve, e ndjej edhe kur ata kanë nevojë, e ndjej kur ata kanë nevojë për një përqafim, është një benefit shumë i mirë për njerëzit, për personat që ke rreth rreth, si për një shok, si për një shoqe, si për një familjar. Një përqafim është
është një relaksim, domethënë një shkarkim i shpirtit, sepse shpirti jonë ka nevojë shumë për një përqafim, për një fjalë të ngrohtë, për të ngrohur çdo ditë për të buzëqeshur çdo ditë. Unë që të njoh edhe shoqëria që të njeh, e di që Meri është emocionale. Jam shumë emocionale. Është emocionale, është e dashur, është e çiltër, patjetër që nuk i mungon komunikimi dhe takti. E ke gjetur këtë pjesën e mirë tënde tek të tjerët në marrëdhënie? Atëherë Vjela, unë ratë të parë kam përqafuar veten, kam dashuruar veten. Në momentin që njeriu është i barabartë me këto gjëra, ai gjendet të tjera, sepse nëse unë jam gati që të dua veten, të kujdesem për veten, atëherë unë jam gati për të kujdesur të tjerët. Me thënë, të ka prekur dhe ty po ai procesi i tranzicionit? Po, kam patur një transformim brenda vetes time. Kur ka filluar Meri? Dhe pse ka filluar mbi gjitha? Domethënë, pse u ndjen nevoja për ta patur të transformim? Kur fillova të punoja në këtë profesion, fillova të kuptoja shumë gjëra. Fillova të doja veten, të doja shëndetin tim, të kujdesesha për shëndetin tim. Dhe pastaj fillova të kujdesesha për shëndetin e tjerëve, sepse kjo lind si një rrjedhshmëri ku kujdesin ndaj të tjerëve dhe kujdesin ndaj vetes. Gjithashtu, më ka ndodhur një reflektim ndaj vetes në një moment ku kam qenë në një kurs në një shkollë filozofie, ka qenë Akropoli Vlorës, i cili ndodhet këtu në qytetin e Vlorës, në Xhurina Begu, dhe jam shumë i njohur atij personi sepse duke shkuar çdo ditë aty, duke marrë mësime për jetën, për filozofinë e jetës, për kuptimin e jetës, pse ndjeve këtë përqafoja veten çdo ditë. Pse ndjeve këtë nevojë? U ndjeve pa kuptuar në momente të caktuara? Po jepja reflektim ndaj vetes. Pra çdo mësim që jepte ajo, unë po kuptoja që duhet të doja veten rreth parë, sepse jo se jam egoiste, por nëse unë di të mirëmbaj veten, unë jam e aftë të di të mirëmbaj të tjerët. Ke marrë vendime të mëdha patjetër. Po. Plus jetesa vetëm më ka bërë të rritem çdo ditë, të jem më e përgjegjshme. Sepse nëse unë tani filloj të jem e përgjegjshme për veten, nes pas edhe kur të krijoj familjen time, do të jem më e përgjegjshme. Pikërisht, le të ndalemi tek këto hapat të vogla në dukje, por të mëdha në ndikim. Pse vendose të jetosh vetëm? Pse erdhi kjo dëshira për të qenë vetëm? Për pavarësi, për liri, për të qenë më e përgjegjshme ose për të sfiduar veten? Si e pe? Kam kuptuar që njerëzit që jetojnë vetëm, sfidojnë veten, luftojnë me veten, dhe më pas dalin me atë herojnë luftëtarë të cilët e kanë brenda vetes së tyre. Heroi është brenda vetes tonë, në të cilën çdo ditë ne përballemi me sfida të ndryshme, por asnjëherë nuk do të jemi konfuz, asnjëherë nuk do të jemi për shembull ma ka Viola këtë gjë, jo. Viola ndoshta nuk mund të jetë mirë sot, edhe nëse ajo është me nerva ti përpiqu ta qetësosh atë person, jo ta acarosh. Përpiqu ta dëgjosh. Njeriu sot ka nevojë dhe nëse dikush të vjen në kafe apo ti fillon dhe flet me atë dëgjoje sepse ai ka nevojë të flasë. Çdo njeri ka nevojë të flasë. Sëmos femrat njëri e kanë çështjen primare për të folur. Të ka ndodhur që në shoqëri kur ndan këto këndvështrimet e tua, edhe rrjedhimisht kjo biseda jon këtu. Por po e bëjmë dhe po e realizojmë para shikuesve, mira shikuesve. O Meri, po sa filozofike ja. Të ka ndodhur? Po më ka ndodhur. Ose të ka ngjetur absurdin dhe abstrakten tek ty? Ndonjëherë, unë pak më parë përmenda që thash unë kam studiuar pjesën e filozofisë, përveç infirmierisë dhe fizioterapisë, që kanë qenë pjesë e shkollës. Okej, kjo shkollë për filozofi është më e bukur. Të studiosh thelbin e jetës dhe të studiosh se çfarë do dhe se çfarë kërkon nga jeta është shumë e thellë. Dhe pastaj fillon të kuptosh të tjerë, sepse në momentin që ti po reflekton me veten tënde, unë po reflektoj me veten time, unë filloj të kuptoj të tjerët. Pra, unë di çfarë dua, di ku jam dhe di çfarë do të bëj. Ti jesh e përgjegjshme për atë çfarë bën. E nëse i rikthehemi prapë vendimeve që ke marrë për jetën tënde. Na tregove që jeton vetëm, e ke marrë një vendim me dëshirën dhe gjithashtu me sfidën për të provuar përgjegjshmërinë tënde, por ke dhe studion tënde prej vitesh. Po. Si e morë dhe vendimin, do me thënë, pate për kraje të familjes, patjetër që pate, nuk diskutojmë, por ka patur ndoshta edhe argumenta për të bindur për të kundërtën, është herët, puno diku tjetër, me fitoj eksperiencën. Kur fillova të mendoja për diçka timen, kisha parë shumë alternativa. Po jo shumë alternativa, po kisha parë shumë njerëz, shumë shembuj në jetën time.
Unë kam punuar gjithashtu në anije turistike që isha operatore menaxhere në anije turistike ku bërnim udhëtime jashtë Vlorës dhe po shikoja që të ke diçka tënde je njeriu më i lumtur në botë. Por ta menaxhosh është pak stres i fillimit, sa ta vësh rrugtimin tënd në vim. Dhe në ato kohë kam qenë vetëm 21 vjeçe, por 22 vjeçe dhe më mend se tani ka qenë muaj nëntor dhe unë kam qenë në një gjendje që skeptike dhe isha duke diskutuar me një pedagoge që unë në atë kohë bëja kurs në anglisht dhe thënë duhet të hap diçka time, nuk po gjetot një ambient. Isha shumë më ndyshe çfarë do të bëj me tën time. A do filloj një punë tjetër, a do merrem me këtë fizioterapinë që unë kam ëndër, a do realizoj ëndrën time të hap diçka time, të jem një femër me karrierë. Dhe më lindën shumë pyetje në kokë. Sigurisht atë moment kam patur hallën afër që kam pyetur dhe më tha po bëje. Ndërkohë familja më thoshte çfarë po bën. Edhe thash, unë ta bëj dhe shumë zëra. Po, shumë zëra, më vinin shumë zëra në kokë, shumë mendime, dhe thosha, po në qoftë se nuk ecën, a duhet të punojë me këtë punë, si do eci kjo punë. Dhe... Si ka ecur kjo punë? Jam shumë e kënaqur dhe shumë e lumtur që kam shëruar shumë njerëz. Do ta bëje prapë të njëjtën zgjedhje? Nëse rikthesh nëse rikthesh në kohë? Sigurisht që po. Për të gjitha vendimet që ke marrë deri më tani? Po. Ndoshta kam qenë e vogël dhe kam patur hapa shumë të mëdha, por për mua kanë qenë mendime me shumë pesh të rëndë, që më kanë... Kush ka qenë frika më e madhe që të ka shoqëruar në këto, po themi në këtë një dekadë? Frika më e madhe ime ka qenë si do eci kjo gjëja. Prit, unë duhet punoj pak për këtë. A jam unë gati? A e ndi vetën time gati për diçka? A duhet të punoj unë me vetën time? Që të eci kjo punë, çfarë do të bëj ndryshe, lexoja, kërkoja, shikoja reklamat të ndryshme, pyesja njerëzit dhe kështu fillova të eci dal nga dal. Po. Ke marrë shumë role. Po. Dhe i bën mirë të gjitha rolet. Po. Por ka pasur momente të caktuara në qoftë se ke thënë unë jam e lodhur. Energjia ime nuk mbaron ndonjëherë, por ne ndonjëherë jashtë mund të dukemi shumë të lumtur, por brenda mund të dukemi shumë të mërzitur. Kam patur edhe sfidat e mia në jetën time. Sfida nga të gjitha, sepse të arrish një karrierë nuk është e lehtë. Ato shkalla që të ngjisim ne, duan pak forcë, duan pak sfidë. Aty deti që të notojmë do pak, më thënë motiv. Duhet pak motiv. Do më motivosha gjithmonë të vetja ime. Do shta njerëzit thonë si ka mundësi, por nuk e di, unë kam një gjë që çdo mëngjes kur zjem atë dashurinë për veten time me një vrupë, mos do faleminderit që jam mirë, por unë sot do bëj diçka, kam një agjendën time, menaxhoj sipas planeve të mia agjendën time. Nuk do të më hyj asnjë, nuk do të portoj të më hyjë në gjë tjetër. E nëse stopojmë pikërisht këtu tek energjia dhe karakteri yt, si do ta përshkruaje Meri me 3 fjalë? 3 fjalë janë pak, po relativisht. E dashur, energjike dhe pozitive. Janë të gjitha këto vlera që nuk po i gjen tek të tjerët? Dhe pse mendon se po ndodh kështu? Janë moshatar, bashkëmoshatar të tut, ndoshta janë breza më të rritur. E shikoj rinin shumë të vjetur, nuk e di pse po ndodh kjo gjë, nuk e di, nuk ka motiv, nuk kanë atë thelbin e jetës, çfarë po kërkon nga jeta jote. Ndoshta vërtet, mendoj se të gjej një bashkëshort në jetë. Po, interesante si temë. Të gjej një bashkëshort në jetë, mendoj se është gjithçka për ta. Jo. Është? Unë mendoj se është diçka, por jo gjithçka. Ne jemi aq të forta brenda vetes tonë. Ne kemi një luftëtar aq të fortë brenda vetes tonë, se ne mund të bëjmë më të forta se një mashkull. Forca jonë është shumë e madhe. Dhe është pikërisht momenti që duhet të ndalur edhe duhet të rimenduar mirë ky mesazh që dhe, se je një nga modelet e brezave të ri, që fatkeqësisht kemi shumë të tjera të jashtë që mendojnë se duke gjetur dikë do bëhen më të mirë. Duke gjetur dikë, ndoshta do ngrihen në karrierën e tyre. Këtë është mikeshat tuat. Unë do them këtë. Tepruar. Unë do them këtë, Viola. Ri me një person të cilët të jep çdo ditë energji pozitive. Ri me një person të marrësh një benefit. Ri me një person që të mësosh nga ai njeri. Nëse ti merr është një shprehje që nëse ti rri me të varfër do bëhesh i varfër. Nëse rri me të pastër do bëhesh i pastër, nëse rri me Po, dhe ne ndam në para bisedës bashkë. Që nëse do jesh i treti në këtë grupin e pasur do jesh ti i treti. Po. Që kështu dhe do të ndalen pak më shumë tek brezat e rinj që
Thua të ofet të gjitha gocave. Kamera është atje e jotja? Nuk është jeta vetëm partneri. Jeta është shumë e gjatë. Partneri që keni sot, nesër nuk është më. Çfarë do të bësh ti si Viola ose unë si Meri? Pra duhet të rimëkohemi, jo të ulemi, të qajnë. Okej, të gjithë mund të qajnë sepse ndodh kjo gjëja, ndodh kjo jeta, por puna është se si të rikuperoj veten çdo ditë, të marrim energji. E di cila është gjëja më e mirë, të merresh me veten, të bësh yoga, të bësh sport, të bësh aktivitet fizik. Dhe energjinë më të madhe ne marrim nga ushqimi, të ushqehesh mirë me gjitha, të ushqehesh health good, të qesh shëndetshëm. Të marrësh të mirat e jetës. Të marrësh të mirat, të marrësh thelbin e jetës, të bësh hiking, të dashurosh veten, të dashurosh natyrën, të dashurosh detin. Është gjëja më e bukur që mund të të fali. Do të shumë mirë që të gjithë ju ta shikoni dashurinë që ka Meri për jetën, edhe për gjitha këto pasione që ajo i praktikon në të përditshmën e saj. Do të shkëputemi vetëm pas pak për hapësirën publicitare. Jemi sërish në studio me tjera energjira, me tjera ngjyra. Meri Gjiko. Faleminderit. Gjithçka fillon këtu me përkushtimin dhe pasionin. Për çdo tryezë një shije pa krahasueshme. Mirë se vini në Regina Bakery, nga fura jon drejt në zemrën tuaj. Nxitoni për takimin e radhës. Qose jemi vonë, na duhet një taksi. Regina Taxi për një udhëtim të sigurt, të shpejt dhe komod. Automjetet tona eco-friendly gati për t'ju shërbyer 24 orë në ditë. Shkoni në destinacionin tuaj me Regina Taxi. Numër kontakti 068 99 77 777. Ky podcast, ky takim nuk do të jetë i bukur. E mos e besoni, se s'ka se si t'jetë ndryshe. Thua shpesh gënjeshtra? Si? Thua shpesh... Gënjeshtra? Sa po gënjeva unë me ty në studio. I thash publikut që ky nuk do t'jeti nga ato takimet e bukura, por e kuptua që ishte thjesht batut. Ishte një gënjeshtër e bardhë. Një gënjeshtër e bardhë e padëmshme. Thua shpesh gënjeshtra? Të mbretën nuk kam pse të gënjej, unë jam realiteti. Po vetes, i thua shpesh kamuflime? E gënjen kështu, paqësisht. Duke qenë se janë bërë që njerëz skeptik kote fundit, me rregulla, me statika, me gjërat e mia, nuk po mundoh ta gënjej vetë kote fundit, sepse jam me agjend çdo ditë. Po të gënjej shpesh? Bën sikur i beson? Bëj sikur i besoj në fakt tani. Po kush mund të jetë motivi në thelb Meri që gënjejmë kaq shpesh, kaq hapur kaq. Mos të qeni ti drejt për drejt. Të gënjen do të gënjesh vetëm radh parë, pastaj të gënjesh të tjerë që të rrethojnë. Sepse një njerëz që gënjen, unë kam kuptuar që ai nuk është i sigurt për veten e tij njëherë, pastaj për të tjerët. Pra ai konfron veten, fillon dhe gënjen veten e tij. Ai nuk e njeh akoma veten e tij nëse një person gënjen. Të ka ndodhur, më vjen edhe për të buzëqeshur faktikisht, se ka dhe momente të tilla. Ne që punojmë me njerëz edhe me targete të ndryshme ndodh. Të ka ardhur ndonjëri në studio, posaçërisht, për të pasur ndonjë problem. Ja, për të ndonjë ngasmim të vogël, elastik, fleksibël, jo vetëm për të qenë pjesë e një terapie tek ty. Më erdhi kështu instinktivisht kjo pyetje tani. Shiko, ka dhe një atë që punon edhe me femra, punon edhe me meshkuj, me zotrinj. Kështu që ka pasur ndonjë rast jo të pakëndshëm? Kam bërë, kam pasur raste që të pakëndshme, por unë kam qenë shumë statike. Si qëndron ti ndaj këtyre rasteve ose kur të bëhet borxh, kur ta teprojnë? Cili është qëndrimi yt? Jam statike, i them nëse ka më thoj pa problemi, do të thonë që jam gjithmonë serioze dhe nëse ai më bëjnë pyetje unë na shkaloj direkt. Filloj, më thonë, nuk i jap atë çfarë ai kërkon, por duhet më jap atë çfarë kërkoj unë. Pra, të tregoj shiko se këtu jam unë, i jap unë rregullat dhe vendos unë. Të ndodh shpesh që pikat mbi ti vendosësh ti? Po. Edhe në marrëdhënie ndërpersonale? Po. Më ka ndodhur. Dhe jam shumë kokëfarte. Të gjë e di shumë mirë. Je shumë kokëfarte. E pranon fajin?
E pranoj dhe fal. Jam njërish, pranoj dhe fal. Kërkon dhe falje. Kërkoj dhe falje. Falja është gjëja më e mirë për të tonë. Të falësh është gjëja më e bukur. E bën për vete, kaq egoiste ja, apo edhe në marrëdhënie për të shpëtuar tjetrin? Ja, unë nuk e bëj se do të shpëtoj një marrëdhënie apo do të shpëtoj diçka. Unë thjesht fal sepse e ndjej të fal. E ndjej, unë kështu e ndjej, kështu e bëj. I fal të tjerët? Është çike Ose deri ku janë vështirë. kufitet tu? Është çike vështirë të fal sepse unë jam një ndoshta më parë mund të falje, po tani kam dëshuar shumë si njeri. Jam bërë shumë e ftohtë në shumë gjëra. Shpesh e justifikojmë këtë ndryshimin me vetë jetën ose me zhgënjimet. Kam vetë reflektuar ndaj vetes time. Domethënë kjo është pasojë e një vetë reflektimi? Po, kam reflektuar vetes time. Ndoshta më para mund të falja, por tani unë nuk fal më. Nuk fal sepse mua them, përderisa mua tjetër s'më ka falë dip se të fal më unë. Absolutisht ja. Ja lejon vetes ti tregosh dëpsit? Ka raste të që dhe ja lejoj vetes, të jem e sinqert, nuk kam pse të gënjej. Je zhgënjur ndoshta sa herë që ti ke treguar këto dëpsira? Është e vërtet, po. Më ka ndodhur sepse në momentin që jem treguar i sinqert me persona, i kam treguar domethënë atë sinqeritetin të pastër, të çiltër, më është thyer një feedback jo i mirë, një feedback i keq. Si jemi me paragjykimet? Ti paragjykon? Unë nuk paragjykoj, sepse unë jam njërish mendoj pozitivisht, mendoj që mendoj pozitivisht, nuk mund paragjykoj të tjerët. Unë mendoj që Viola e di ku është Viola, dhe domethënë siç mendoj për të time, mendoj për të tjerët. Nuk mund paragjykoj të asnjë. Qëndron tek ajo, nuk kam kohë të mendoj për të tjerët, kam kohë të mendoj për vete. Jam shumë e zënë me veten time. Qëndron tek ajo shpreha që atë që s'më pëlqen të ma bëjnë, nuk dua që t'ja bëj të tjerëve. Po. Çfarë po mendoje? Jo, nuk po mendoje, thjesht Thjesht po mendoja. Është sëmundja e perfeksionit tek ty? Unë duhet jem perfekte për punën? Unë duhet të jem perfekte në marrëdhënie, perfekte me shoqërinë e me të gjithë? Unë nuk i them të gjëra sepse asgjë nuk është tek në të jetë. Asgjë nuk është e rrjedhshme, nëse çdo gjë do ishte perfekte, atëherë pastaj ç'kum do kishte jeta. Unë them këtë që përpiqem të jemi perfekt, por asnjëherë nuk na dalin gjërat perfekte, sepse kemi gjithmonë njerëz që na rrethojnë që na prishin planet, kemi diçka, mund të ndodhë diçka, sado që mund të përpiqesh ti dhe unë të jemi perfekte me njëra tjetrën, ose unë të jemi perfekte me veten time, ose unë të jemi perfekte me një shoqe. Prap do të çalloj diçka, që kështu perfekt në këtë botë nuk ka. Kur ka qenë momenti i fundit që je ndjer fajtore? Dhe për çfarë ose për kë? Them të drejtën, kanë qenë disa rrethana të mia personale të mia, të cilat thellë jam ndjer fajtore për shumë pse se bëra më mirë ato, apo pse se bëra më, apo pse si thash diçka më shumë, ose pse nuk kam ngula për atë person, ose pse nuk isha më afër atij, se e mira është që si në marrëdhënie shoqërore dhe në marrëdhënie me një person të dashur jetës tonë ose familjare, e mira është të rregullojmë marrëdhëniet, jetë i lënë të shuhet, të fjen, të flehet. Ke hequr dorë nga dikush së fundmi? Kam hequr dorë, po. Do na e ndash motivin apo është sekret? Është sekret. Sekret? Çfarë të bën ty të heqësh dorë nga dikush? Pse heq dorë? Kur unë nuk ndihem mirë, nuk ndihem vetvetja, unë heq dorë. Kur diçka nuk po pëlqen, dhe më thënë, nuk është se unë heq dorë direkt. Përpiqesh, Po. pas tentativash, ë? E shikoj që përpiqem të bëj diçka për të, por pastaj kur ai nuk më ka atë feedbackun që dua, nuk mundem dot më pastaj. Nuk kam pse unë të burgos veten time për një person tjetër. Në çfarë të ke Dhe them më mirë jam vetëm se me një person që nuk po përmbush. Në çfarë ndihesh e ke kuptuar, Meri? Në çfarë të tjerët nuk arrin që Merin ta kuptojë realisht për atë që Meri thot, ose ndoshta bën, ose ndjen? Po, nëse unë të them shiko, se unë kam objektivat e mia, unë kam planet e mia, dhe nuk depërtoj që asë në një energji, dhe asë një person të më hyjë në jetën time. Unë të them të bëj të që ajo që në fillim, unë jam këtu dhe pik, ti nuk e pse të më stresosh mua, ku je, ku vajte. Unë jam person që kam takim çdo ditë me mjek, me terapist, me personal pedagog që flas, diskutoj. Nuk dua të më besis njëri me të pjesë. Unë e di kush jam, unë e di çfarë dua, dhe unë e di çfarë kërkon nga jeta ime. Dhe nëse kam një person në krah, është person në krah me mua.
unë jam e vetëdijshme me kë flas. Unë jam e vetëdijshme çfarë më bëj unë. Në fund të fundit etikën time nuk ma ruan dikush tjetër, e ruaj vetë. E kam vetë nga thelbi im. Dhe në reflektimin që ti ke nxjerrë për veten, ndoshta edhe me të tjerët, në marrëdhënie me të tjerët, kostoja është vetmia. Po. Shumë, pak, kjo është relative, por që kostoja është vetmia. E ke peshën e tillë? Kam një peshë, a vetëm peshë që kam më shumë tani është vetja ime. Domethënë, Nuk je herët për ta menduar kështu? për një familje. Për një familje, ose vetja ime, nuk kemi kaluar pak në konotacion e egocentrizmi, jo vetëm egoizmi, apo je rehat me të gjitha qëndrimet që ke me veten? Realisht, unë dihem mirë me veten time dhe nuk kam pse t'ja prish atë, domethënë, po nga një herë dhe do dalim pak nga xhenerati, se përballem me sfidat tona të përditshme. E merr riskun? Dhe e marr riskun. Edhe e marr, do të thënë, edhe rimendoj, po jo se e marr kështu instinktivisht. Rimendoj ta marr sepse jam në një fazë moshe që realisht tani kam nevojë për një person në jetën time, por që me kalimin e kohës, pse jo, dhe unë mund të gjej një person, por që kam çik kritere dhe kjo nuk më lë egoja, kam çik ego të fortë. Unë momentalisht po lexoj egoja është armiku. Sa I gjen veten tek të paktën tek titra, se pastaj duhet ta shpjegojmë. Armiku më I madh, dikush është Kush është? Është vetja jonë. Absolutisht. Por ti te pasqyra, e shef armikun? E shoh tani herë armikun brenda vetes time. Je munduar ta mposhtësh këtë egon? Se kushdo e ka provuar që të bën krenar, po nuk të bën të lumtur. Po, është e vërtet. Kështu që po që është e vërtet edhe ta shifni qëndrimin e Meri, do me thënë, lere tani këtë bisedë se mos më bëj të flasit të shpalose më shumë. Le tani se në publik, flasin me privata gjëra. Si je me ngjyrat? Si e ke relacionin me ngjyrat? Je tek ngjyrat e forta, te potenca, do të transmetosh nëpërmjet ngjyrave? Ngjyrat e mia preferuara është për koincidentës bluja, se të thotë që këta pëlqen pink. Nuk e di pse bluën e kam kështu, bluja 1 dhe jeshilja 2. Bluja do të thotë qetësi, relaks, dhe jeshilja do të thotë jetë dhe dritë. Pra, jeshilja përdoret në rastet, ku thonë, shtyp butonin jeshil për të shpëtuar, për shtyp butonin jeshil për të marrë një feedback të mirë. Prandaj dhe unë jam më shumë tek jeshilja, sepse edhe te klinika ime po të vish, do të ftoj të vish sa më shpejt, ta kam thënë gjithë herë. Jo, do jem aty, patjetër që do jem të shijoj terapi. E kam bërë jeshile sepse është ajo lloj ngjyre që mua më jep jetë. Më çel. E nëse rikthehemi pikërisht te ngjyrat, te atmosfera, tek energjia, çfarë vin posaçërisht të kërkojnë Meri klientët e tu? Pacientët. Po. Shkon, po të flasim më thellësi tani për çfarë ju mungon, çfarë kërkojnë? Atëherë shkon. Buta ka ndryshuar shumë, ka evoluar në një mënyrë tepër masive. Ka ndarë shumë llojshmëri sëmundje të ndryshme. Kohët e fundit, moshët e treta kanë shumë probleme shëndetësore, ndërkohë që më para ta nuk ka pasur kaq shumë probleme, por janë rritur. Unë mendoj se edhe ne tashmë jemi ata që ankohemi më shumë se mosha e tretë. Po të vije tre. Po marr një rast që ka më shumë, janë hemiplejgjit, do të thotë gjysmë paralizuar. Janë pjesa koskofemorale, si vendosja proteza në pjesën e këmbës, në pjesën e kofshës. Mirë, nuk e kisha në këtë konotacion. Po. Me gjithë dëshirën për të bashkuar në fatin e tyre, të themi, e kisha tek vinë të kërkojnë qetësinë, vinë të kërkojnë energjinë, vinë të flasin, në këtë konotacion gjyrash e kisha kërkesën e pacientëve. Ka shumë njerëz që duan të vinë thjesht të bëjnë një masazh për të relaksuar, për të larguar rutinës. Po për të marrë energji. Biles, herën e fundit më tha një gotë që Biles e përshëndes Gretën, se e kam shumë gjanë dhe dua shumë, dhe tha një ditë që Meri tha... Jo, edhe unë një Greta, nuk e di në qoftë se është e njëjta. Po, Greta Haska. Greta Haska e përshëndes, edhe kolegen time, përqafojmë shumë. Përshëndesin Greta. Edhe është nga ato, besoj, nga ato paciente që ajo vërtet kujdeset për vete, e shijon momentin me vete. Edhe më tha Meri, unë vitet ty tha vetëm për energji që ke ti tha, se më qetëson energjia jate. Ta nuk e di çka ke ti tha, po mua më qetëson energjia
familja, të do ngla më shumë vërtet i thash, se nuk e parë më të kanë thënë të tjerë i thash. Edhe thonë ka shumë energji stres më toka mund tek njerëzit që jap qetësi, atë gëzim, atë relaksim thash. Po tha dhe... Ka rasti që kërkojnë vetëm të flasin? Më tha mua, si? Ka rasti që kërkojnë vetëm të flasin? Për të folur, kam vërre që për shembull, të moshën e treta kur vjen aty fillojnë flasin, tregon, duan të flasin, të shkarkohen. Edhe unë një që mirë, ndërkohë vazhdo duke bërë atë punën time me terapitë, me medikamentë. E fokusuar tek qëllimi, qëllimi i mirë. Ndonjëherë dikush është terapia më e mirë të flasësh me një person, që ka shumë terapi me një person. Do të thënë një person që dhe me psikolog, nuk do ishte keq. Sepse të shkarkohesh që ka, domethënë të kesh mendime shumë në kokë, dhe të shkarkohesh te një person tjetër që ka një mënyrë relaksimi shumë më mirë për trupin tonë dhe për trurin tonë. Është e drejtë. Është e drejtë sepse ne nuk e kemi ende edukimin e duhur që të flasësh me një profesionist i cili të udhëzon dhe të sugjeron të sillesh në mënyra të duhura, jo empatike në sensin e shoqërisë dhe socialitetit, i ti je tashmë në startin e shërimit të vetes ose të pranimit të vetes. Jo vetëm ka, po dhe mirëmbajtja e vetes që ka shumë rëndësi të mos të femra, sepse ka diçka. Atëherë, femrat ndahen në dy sektore që jemi femra dhe meshkuj. Meshkujt kanë atë anën buburërore që nuk e vrasin mendjen shumë, ndërsa femrat kanë anën sensibile. Dhe kanë minus. Flet për gjendjen emocionale. Po, për gjendjen emocionale. Gjendjen emocionale femrat e kanë minus. Meshkujt e kanë plus. Sepse plotësojnë atë çfarë kanë. Në momentin që kush e plotëson gjendjen emocionale të një femre janë ne kur bëjmë make-up, kur veshim rroba të bukura. Me qira fjala me make-upin tim ka bërë sot Kiara, përshëndes Kiara. Përshëndesim edhe Kiara. Faleminderit për make-upin që më ke bërë Kiara. Dhe kur vishim i bukur, kur ne por unë mendoj se tashmë nuk janë më këtë role. Jo, absolutisht, se ndoshta keq kuptojmë dhe keq interpretohemi që nuk jemi më në këtë role, sepse ne shohim bëu meshkuj që bëu burra, bëu djem që janë më të kuruar se pjesa gjinore tjetër. Mendoj që kohët dhe shumiç që jemi në këto kohë, po barazojnë çështjen estetike, po flasim për çështjen estetike, sa mund të na lejojë të flasim, që kujdesi ndaj vetes tregon edhe kulturën për vete. Nuk është më ajo tabuja që femra duhet të jetë e mbajtur, mashkulli duhet të jetë në punë apo ku diun se çfarë. Femra duhet të jetë në shtëpi, gruaja duhet të jetë në shtëpi, burri duhet të jetë të siguroj punën. Ka ndryshuar kohët. Tani me të mira me të këqijat e veta, por që femra po ndjen liri brenda vetes. Pra jemi në vitin 2026, në shekullin 21, femra po ndihet e lirë më në fund. Erdhi koha që femra të jetë në pushtet, në karrierë. Unë kam për të folur për këtë temë faktikisht, se dhe kjo liria e për menaxhimin se si po administrohet lë për të dëshiruar. Por është temë gjatë kjo sociale që ndoshta ora televizive neve dyave nuk na premton. Po nëse rikthehem tek ty, do rikthehesha tek ty me dashurinë. Dashuron? Dashuron. Do me thënë, dashuron fort, ai sa jep edhe merr apo unë duhet dashuroj ai sa jep, aq duhet të marr. Ke marrë deri tani ai sa ke dhënë? Jo në të gjitha rastet. Jo të gjitha rastet. Po për dhurata si ke marrëdhëniet? Bën dhurata? Pëlqen të marrësh? Natyra ime është bëj dhurata lule me shumë gjëra, që të tregoj shoqënësi ime që unë po të jap lule me shumë gjëra që jeta ato me shumë gjëra të bukura. Ato e kam, domethënë, lulet i kam primar të çdo person. Je romantike? Jam shumë romantike. Jam shumë romantike. Mala apo det? Unë dashuroj detin. Në çdo kohë? Jo në gjitha kohët, por që detin e kam atë relaksimin tim të që gjej veten, të flas me veten, shkarkoj energjitë dhe falenderoj Zotin që jemi në Vlorë. Një ditë stresante tënde si e kalon? Kush është rutina jote për të qetësuar? Në qoftë se unë kam një ditë stresante, unë kam marrë çanta, kam ikë në palestër, mund të bëj 2-3 orë palestër aty dhe pastaj ke puzë një gjyra nga deti dhe unë jam komplet e shkarkuar. Po sugjeroj të gjitha gocave kur jeni të stresuara, palestër, gjyra nga deti, ushqim të mirë dhe ti je top of form. Por pasioni jot, i cili është për të vlerësuar dhe për të ndarë absolutisht, është edhe libri. Po. Miku yt i mirë ne më diskutove paraprakisht që momentalisht ishe duke lexuar. Atëherë nuk kam lexuar Oshon. Osho, ku do të cilën flet për një njështër i madh. Këtu tregon për një histori ku thuhet që një person që ishte shumë i pasur, ishte shumë me stres, ishte shumë në ankth.
Dhe sa që shkonte njështën e madh, ai nuk ishte mirë, por ishte gjithkohon i agituar, i revoltuar dhe pasi shkonte njështër i thotë të bëj një çaj, po i thotë ai. Dhe merr ibrikun dhe ja hedhte pjesa e godës dhe po arrinte që të derdhej dhe i thotë njështër dhe çfarë po bën, i thotë. Njështër i thotë, biri im i thotë, lëre trurin tënd të zbrazet dhe të rifillojmë përsëri nga e para. Kur të jesh i gati, atëherë jam gati edhe për ty. Pra do të jemi gati për jetën tonë, për sfidat tona. Pra e mira është që nëse je i tensionuar, mos u dil personi përballë. Shkarkohu një herë, pastaj fa me një person tjetër, sepse nuk ta ka përborxha ai personi tjetër që thoi se çfarë ke me mua, ose ti flasësh me inat, ose ku ta di unë. Ndodh ndonjëherë se njerëz jemi, por që sidomos kemi timon një herë në femrat. Je gati dhe ndihesh gati për ta marrë jetën si të vjen, apo kërkon kontrollin e saj? Kërkoj shumë kontroll në jetës, unë kam shumë problem. Nuk lejo dhe për të hyjë një person tjetër në jetën time. Kam çik skeptike këtë gjë. Po punon për ta modifikuar, për ta përmirësuar këtë pjesë, apo ndoshta do të vi momenti i duhur? Po punoj dhe po mendoj më shumë gjëra të bukura për veten time. Beson me erin e Zot? Unë besoj në Zot, por jam fen krishtere, dhe unë gjithmonë mbaj kryqin, por ky nuk është thjesht një kryq, do të tregoj tani afër, është anku, do të thotë... Ka një histori për të po? Po, anku është simboli i femrës. Të duash femrën, do të thotë femra është simboli i riprodhimit. Nëse nuk do ishte femra, nuk do ishim ne këtu sot. Kjo tregon tubin e fallopit, më thënë, është në një formë të tillë, që janë dhe pjesën e vezëve dhe pjesa e barkut ku qëndron fëmia. Embrioni, po. Embrioni, dhe unë ja kam bërë vetë si me dhuras, sepse e kam lexuar librin dhe nuk po gjëja dot varse. Varsja e kam gjetur në Athinë dhe aty sapo e gjeta direkt e kam blerë, nuk kam hequr më nga qafa, por është përdorur në shekullin e 5 para erës tonë, ku tregohet që Egjiptianët e lash para shekullit të 5 martoheshin, dhuronin këtë femrës së tyre si simbol i riprodhimit, por pas shekullit të 5, para ardhin e Krishtit, ajo nuk u bë më në formën e rrethore që ishte pak më lart, por u bë në formën e kryqit. Që do thotë të jap dhe pak një informacion të shkurtër, çfarë kam lexuar unë për pjesën e krishtërimit. Krishtërimi nuk u shpik sepse thon këta jo erdhi Zoti jo andej, u shpik për të falur karmën e njerëzve. Njerëzit kishin bërë shumë karma dhe Krishti tha që le po vetë flijohem unë, tha, për të falur karmën këtyre gjithë njerëzit që kanë bërë të këqija në të jetë. E duke besuar edhe Meri edhe Viola Murati, se karma ekziston. Po. Unë ju përshëndes dhe falenderoj, ashtu si që të përshëndes dhe të falenderoj ty që ishe me ne, ndave dhe anën tënde më të fshetë. Dhe besoj se je një imazh i pastër, i qartë tashmë për çdo që të nje, që është në rrethin tënd shoqëror, por dhe atë social më gjerë. Faleminderit shumë Vjera që ishe pranë këtu. Shpresoj të jemi në emisionet e tjera të radhës. Patjetër që po, këtë televizioni ka hapësirën e duhur për njerëzit pozitiv, për modelet me të cilët ne duhet të ndajmë dhe të ushqejmë edhe të tjerët që na ndjekin. Unë ju falenderoj. People say